Programi Book Crossing e Gjimnazit Leraçi Qerenxhi po sjell disa libra për ju. Por cilat janë këta libra? Kemi 101 dalmatët, historia e Pongos dhe Zonjës, të cilët shkojnë një aventurë të parushme për të marrë këdyshët e tyre nga Cruella de Vil. E kam parë si film të Disney, pasi nuk e kam lexuar, duke tepër interesant. Libri tjetër është Princi dhe i Varfri. Ky libër bëhet Nuk e marr librin tjetër. Libri tjetër është Princi dhe i Varfri, bëhet fjalë për dy djem, të cilët në pamje janë identik, por kanë dy jetë tërësisht të ndryshme. Njëri është princ dhe tjetri është i varfër. Ata ndrojnë jetën e tyre për të parë dëshirësitë e njëri tjetrit. Shumë mesazh i bukur, asnjë nuk e di se si është të ecësh në këpucët e tjetrit. Po ashtu dhe Djemtë në rrugës Pal është një libër tepër i paharrueshëm. Historia e një grupi djemsh të cilët luftojnë së bashku për një copë toke na prek të gjithëve ne. Pastaj ajo copë toke nuk ishte vetëm një lojë për ta, por një betejë për nderin dhe miqësinë. Gjithashtu dhe fundi është shumë prekës, duhet të shtoj. Por nëse ju pëlqejnë librat me plot mister, ju sugjerojmë Tom Sawyer Detektiv. Bëhet fjalë për një djalosh, Tom Sawyerin, i cili viziton xhaxhain e tij, dhe rrugës ai haset me tepër vështirësi, tepër mister dhe tepër papritura. Ju sugjerojmë që ta lexoni. E po të shprisni më? E janë tek kiosku i librit shtetkar që të merrni dhe të lexoni.